thot El Hulejmiu, El Batin është ai i cili spreket me shqisa. Shqisa vëllezër, 5 shqisët apo? E prek, e nuhat, e sheh, e dëgjon, edhe e ndijen. Këto vëllezër, mund është Zotin me thonë, jam të nije, çaj të nije. Jam të prek, çaj të prek. Andaj për shembull sufit vëllezër, andaj thash, në këtë emër sufit kanë me lexu, shpjegoj përfazojmë me lexu, po me lexu njeriu që kanë thënë sufit, çuditë. Pse? Se janë ngatruar te emri El Batin. Për shembull njëri pi sufive që ka përmendur Sheikh Husam Temia dhe Ibn Qayyim el-Jawziyja, një herë herave ka dalë para xhamatit vet, ka thonë sot prom, atë shumë ku mba adhurim e prej ka Zotin, hajde prekni dhe ju. Hasha wa kella. Apo Sheikh Husam Temia kur kanë pyet ka thonë çka, a ke vërtet? Ka thonë e ka prek shejtanin. Apo shejtani ka thonë unë jam. Apo shejtani lun me njerëzit, lun e prek, a ke bani sot merd, po shoh shumë sene. Shoj të bëj Allah. Pje dhe një hapë mos për këthjellë, kur gjonë si të po, i të po një shejtan që lunë, apo? Në ki po sufit, për shemë, kanë dërvishat kanë gjëra qudishme, thotë, u shel dhe era vetë, normal, shejtani ta ka qenë. Apo, jo thotë në me Zotin i kanë punë të mirë, me shejtan të ki punë të mirë, sepse Allah nuk urdhon për kështu. Pse asë një pejgamber nuk tha, a do një me argumentu që unë jam pejgamber, po, këshin e dera, që isha qelë, unë e qeli vetë, o e më qeli, unë e qeli vetë. Zvangë si gjëra, zvangë si gjëra. Madje pejgambert nuk kanë dash me pruk si argumente. Janë munue kur i kanë thonë njerëzit der argumente s'ka dash. Andaj thot El Hulejmiu, Allahu xhellahu ala është El Batin, spreket me shqisa. As se she, as se senin, as se nuhat, as nuk mundesh me shiju. A mundesh me shiju? Hasha wa kella. Dhe këto gjëra i përmendin se kanë përmendur ulemat. Andaj thash këtu duhet theksi i shtuar, Ibn Qayyim el-Jawziyja thotë këto 4 emra janë shtyllat e ilmit. Do të më kuptoj ç'i duhet. Allahu nuk mundet mu prek me shqisat e njeriut, pas të ka thonë, aj vetëm njihet me ilm, me veprat dhe gjurmët e ti. Ajo është universi, veprat, ajo që ka zbritë Allahu te bareke ve teala prej shpallës, e kështu me radhë prej gjërat të cilat Allahu te bareke ve teala u shfaqet robëve të tij.